në mëkat të Birit të Shpirtit Shenjtë. Amen. Ati im, që në qiell, shenjtë roftë e mbyll, ardhën vetëria jote, u bakë punesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i falë fajët tona, si falën ne fajtore tanë, e mos në lërë të vjenë të ndimë, por në liron nga i keqi. Amen. Të falen Mari, fjerë prote Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e bekuar është të frutu barkë të në Jezusi. Shenjtja Marinë, nënë e ty, lutu për ne në këtarë, ta që në firë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiat të Birit të Shpirtit Shenjtë, fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës tanë, në mëkat të Birit të Shpirtit Shenjtë. Amen. Pranishëm, zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë aktivitet. Jemi sot në këtë vend të shenjtë historik, jo vetëm për Lezhën, por për mbar lavdinë e kombit argënor, për të përkujtuar një nga ngjarjet më të zëshme të historisë tonë kombëtare, 322 vjetorin e Kuvendit të Arbrit, i cili padyshim shënon një nga faqet më të ndritura të qendresës tonë, të bashkimit për ekzistencë të kombit të lashtë argënor. Pas Kuvendit historik të 2 marsit të 1444-s, në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit, Kuvendi i Arbrit përbën momentin më rrezatues në laptën tonë historike, pasi e ndali rënimin moral, rënimin gjuhësor, rënimin shpirtëror dhe atë të identitetit të kombit tonë, të lashtë sa vetë jeta. Kuvendi i Arbrit parandaloi apokalipsin e rënimit dhe shkatrimit kulturor të shqiptarëve, duke ringjallur epokën e shkëlqimit meteor të legjendës të Skënderbekut. Kuvendi i Lezhës dhe Kuvendi i Arbrit janë padyshim 2 kolonat epike qendrestare të historisë së ekzistencës tonë, nga të cilat patën fatin për të mos u asimiluar si kom. Ndaj dhe me të drejtë, Lezhë është quajtur edhe pagëzuar edhe si sofra bujare e kuvendeve të bashkimit të shqiptarëve. Ky aktivitet përkujtimor në nderim dhe respekt të kësaj dite është organizuar nga Bashkia Lezhë, Drejtoria e Kulturës dhe Trashëgimisë, në bashkëpunim me Dioqezën e Lezhës, si dhe me drejtorinë arsimore, në vazhdimsinë e treguar për një respekt, për një nderim dhe për një përkushtim ndaj eventeve të krenarisë tonë kombëtare. Faleminderit organizatorëve të këtij eventi lavdi plot. Do të ftojmë tani për të mbajtur një kumtesë historike në përkujtim dhe nderim të kësaj dite historianin Paulin Zepi. Atëherë, rëndësia historike e Kuvendit të Arbrit. Koncili Provincial Shqiptar, i njohur kryesisht si Kuvendi i Arbrit, i mbajtur me 14-15 janar 1703, asogo ka qenë e dela e dytë e Epifanisë, provë të bekuar, pikërisht këtu pranë kishte mesatar shënxon pak zotë mërsi, për vend Kuvendit të dytë më të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar pas Kuvendit Besnisë Lezhës, pra 2 mars 1444. Nëse në Lezhë u hodhën themelët për krijimin e një shteti të mirëfillt të arbër, duke mundsuar bashkimin e parë politik, ekonomik dhe ushtarak në historinë e popullit shqiptar, në mërsi u vendos një gur themeli me rëndësi të jashtëzakonshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të varfërve përballë zgjedhjes së rëndë të robërisë së perandorisë osmane. Në shekullin e 17-18 jemi në realitet historik krejt tjetër, nëse në periudhën e parë osmanët e kishin pushtuar vendin, tani po konsolidonin pushtetin, mas shumë krijimeve të mëdha, mas epokës lavdishme gjatë kastet e Skënderbeut, nisin edhe një dhunë masive me islamizimin e popullsisë me forcë. Edhe prandaj kjo është arsyeja se u zhvillua edhe ky kuvend, me pak fjalë. Organizimi i këtij koncili kishtar ishte iniciativë personale Papa Klementit XI Albani, Giovanni Francesco Albani, pap me origjinë arbe. S'mund të themi shqiptar se pikërisht në këtë datë përmendet edhe për herë parë apelativi nga arbër në shqiptar, kemi kalimin e emërtimit. Edhe nga arbëria në shqipëria, duhet me kuptu pra, është shumë e rëndësishme për disa aspekte kjo ngjarje historike. Ai ishte papa i 243 të Kishës Katolike Romane dhe shndoi në krye të shenjtë nga data 23 nëntor 1700 dita zgjedhjes tij deri më 19 mars 1721 kur edhe ka ndruar jetë papa. Për origjinë e tij arbrore pra shqiptare, që mund të themi, nuk ka asnjë dyshim, pasi familja fisnike Albani Urbina se ka për edhe nga 2 luftëtarë Gjergj Kastriotit të Skënderbeut, që larguan pas vdekjes u larguan jashtë vendit në Itali, disa i nxjerrin me origjinë nga Kelmendi, disa i nxjerrin me origjinë nga Kurbini, nga familja Zhanima, ka 2 pikpamje të ndryshme për sa i përket origjinës së tij familjare në vendin tonë. Atëherë, të dy këto luftëtarë quheshin Gjergji dhe Filipi, djemtë mbyll Laçit, nga mbiemri i referon sikur janë nga Laçi i Kurbinit, pra prandaj dukur nis nga mbiemri. Faktikisht mund të jenë Zhanim, po mund të jenë edhe malësor Kelmendi. Të që thoshte fillim. Arsitë e tyre të shuar ushtarakut vunë shërbim Federikut e të Guidobaldit të Monferratos në Italinë qendrore. Pari, tani ponimet e Kuvendit të Arbrit
U zhvilluan në ndërtimin e Mzot Vincent Zmajević, kroat, arkitekti i Varit, primati i Serbisë dhe vizitator apostolik në Shqipëri. Ndër pjesëmarrësit kryesorë të koncilit i keni vendosur shumë bukur kur kanë bërë restaurimin me krye Dominikën, se sot fatikisht nuk e di pse nuk është i pranishëm. 8 drejtorës janë edhe në 8 përfaqësuesit kryesorë që kanë marrë pjesë në këtë kuvend në paraqitet në xhamin ngjyrës e vitrazh, si në ndryshme terma teknik. Imzot Pjetër Karaxhiku, arkitekti i Emër Shkupit, Imzot Gjergji Peshvi i Sapës, Imzot Nikol Gradani i Peshvi Lezhës, Imzot Lue Babi i Peshvi Emërori i Shkodrës, Shkodër Pultit sot, Imzot Marin Gjini i Peshvi Zgjedhërit Pultit, At Fra Egjidi de Asenta, prefekt apostolik i misionet të Arbërisë, At Frano Maria Lucio, prefekt apostolik i misioneve të Maqedonisë, At Fra Martini nga Gjonima i pari provincës e Fretërve Franceskan. Atyre, aftët e koncilit të hartuan nga Imzot Vincent Zmajević dhe u botuan në Rom në vitin 1706, pra 3 vite më vonë. Botimi i dytë në disa shtesë në gjuhën latino për kthyer me vonë në Rom nga shkrimtari shqiptar Don Angelo Radoj në vitin 1868, ndërsa u ribotua prej tij edhe në vitin 1872. Teksti origjinal i vitit 1706, se s'po kalemon teknike, ka format akademik 1721. Atyre, nga analiza për majtës veprë, si duhet ndalemon, pjesë vëret se ajo ndahet në 4 pjesë kryesore. Pjesa e parë përmban vetë kapituj, se trajtojnë çështjen mbi ushtrimin e fesë, apostazin, pra braktisjen e krishtrimit, ndryshe. Kriptokristianizmin, krishtrimi i fshehtë ose laramani, njohur ndryshe në Kosovë. Dallimin ndërmjet besimtarëve dhe jo besimtarëve, mësimet themelore të doktrinës, predikimin, respektimin e festave, agjërimet, kreshmet dhe betimin e rrem. Pjesa e dytë ndan kapituj dhe i kushtohet sakramenteve, përfshirë pakzimin, kresmimin, pendesën, eukaristin, vajimin e fundit, urdhën e shenjtë, martesën dhe luftën kundër bashkimit paligjshme. Bashkimi paligjshme ka fjalën kur bëhen martesë të dytë, çka nuk e lejon feja katolike me më 2 gra. Pjesa e tretë ndonjë 12 kapitull trajton organizimin kishtar, rolin i peshvive, vizitat kanonike, raportimin e kongregacionit të shehtë, propagandës fide në Rom. Kufit diocezan, se kishte konflikt mes diocezave për të ndarë kufit një herë mirë. Kultin, meshën famulitare, pajisjen liturgjike në përkisha, si dhe varrezat dhe ritet mortore. Një problem që e vujmë edhe sot, e dim shumë mirë, se shumë varreza. Ma kalon që amare Dominika, me sësa shpo e përmend për shembull. Në Mërsi, dhe një bëthirë dhe banorën këtë rast, se nuk mund të zgjidh bashkia, as arqipeshvi, kanë fillu duke ndërtu varre afër qelës së priftit, aty ku janë akomodu pjesëtarët e kuvendit të Arbërit. Nuk është hiç normale, është e papranueshme totalisht se të ndërtohet varre aty ku pëlqen. Varret kanë vende të caktuara, nuk duhet ndërhyjnë. Ne kemi në plan për ta shpallur monument për ta marrë mbrojtje, pak në kategori 2. Nëse vazhdon të mbushet ajo hapësirë me varre të reja, është totalisht e pamundur se Ministria e Kulturës ta pranojë dosjen për ta marrë trajtim se merret mbrojtje shpallur monument kulture. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, klerik, studiues dhe pjesëmarrës. Sot jemi mbledhur në këtë vend të shenjtë, në kishën mesjetare të Shën Gjon Pakzorit, këtu në Mërqi, për të përkujtuar 323 vjetorin e kuvendit të Arbërit, një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë tonë kombëtare dhe shpirtërore. Kuvendi i Arbërit i vitit 1703 ishte një akt i guximshëm, vizioni dhe uniteti ku u hodhën themele të forta për ruajtjen e identitetit tonë kombëtar, të gjuhës, të besimit dhe kulturës shqiptare. Në një kohë sfidash të mëdha për Arbërin, ai ishte një dëshmi se kur shqiptarët bashkohen rreth vlerave të tyre, ata mbetën të pathyeshëm me kohë. Ky vend ku ndodhemi sot nuk është thjesht një monument historie, por një simbol i qëndresës, mençurisë dhe përkushtimit ndaj tashëgimisë tonë. Dhe Bashkia Lezhë mbetet e angazhuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike, kulturore dhe shpirtërore që e bëjnë këtë treg edhe një pikë referimi të rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Le të shërbej ky përvjetor si një moment reflektimi dhe frymëzimi për më shumë bashkim, përgjegjësi dhe dashuri për vendin tonë. Mirëmbëngjes. Ky kuvend nuk ishte një akt i thjesht administrativ, por një akt i vërtet i feje dhe përgjegjësie baritore. Vendimet e tij shënuan në jetën e kishës për shekujve me radhë dhe efektet e tyre vazhdojnë edhe sot. Në strukturën e diocesave, në veprimtarinë baritore, në ndjenjen e besnikërisë ndaj Romës, dhe në aftësinë e kishës shqiptare për të bërë balë për ndjekjeve deri te martirizimi i shekullit të 20. Pa kuvendin e Arbërit, historia e kishës në Shqipëri nuk do të kishte qenë e njëjtë. Por kuvendi i Arbërit nuk është vetëm një trashëgimi kishtare, ai është gjithashtu një thesar kulturor dhe kombëtar. Një nikot ndryshimesh të shpejta dhe shpeshe dhe pasigurta, kuvendi i Arbërit na kujton se një popull pa kujtesë humbet shpirtrin e vetë, ndërsa një popull që nderon rrenit e tij
mund të shikoj të ardhme me shpresë. Shumë faleminderit. Kështje vigane, dje I lire, sot albane, prej 3 shekush besa kuvenit, mua I dri për pap Klementit. Këtu mblodh kuvendi Arbrit, me arblodh dhe pun për atit, ku që nesh kisha shënzonit, në mëqi zbret po fjalla Zotit. Pap Klementi, gjak shqiptari, fjalla shqip po shëndrit si ari, në shkolla shqip thot, me mardhije, me I dalzët, një kësaj shqipnije. Sa e shtrejnë të gjua shqipe, me një të shkronja reze drite, gjuhë e lash, prej 5.000 vjetë, pra pardnia, shqip në flet, leshën ton, kështje vigane, dje I lire, sot albane, kuveni ardhni po ndryqon, krenaria kombi tonë. Shqiptarët më kryq besojnë, sundimin turk ma nuk e durojnë. Në prag të lezhës po troket fati, për kuvend ardhni ashtë bagati. Guri hasit për vatalin, qënë flamur pjetër Bogdanin. Ku qoj mesh pap shqiptari, një bekim erdh prej altari. E një derë ku lindi shpresa, e bekov zotin ndërbreza. Tuj bekue shkollat shqiptare, tuj mbjellune e tuj hedh vale. Këna moj zan, hejt kjo fshafal, bit e tu sillin një fjal. Pa e ndru fendeti dhe mali, gjuha s'kam sindron shqiptari.